نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahun e falenderoj, veç prej tij ndihmë e falë kërkoj. Përshëndetje të përzemërta Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja dërgoj, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik, dhe gjithë besimtarëve që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e pejgamberit alayhi salam deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu xhalla xjalaluhu I takojnë emrat më të bukur dhe cilësitë e përsosura. Allahu në Kur'an thot: "Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha." Allahu t'i takojnë cilësitë, I takojnë emrat më të bukur. Andaj ju kur t'i luteni Allahut, thirrni Allahun me emrat e tij. Një prej emrave të bukur të Allahu xhalla xjalaluhu është emri I tij Ar-Rashid, që në gjuhën shqipe do të thotë udhëzuesi. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu në Kur'an nuk e përmend në mënyrë të qartë emrin e tij Ar-Rashid. Mirë po, këtë emër e përshkruan me dy forma tjera, Ar-Rushd dhe Murshid. Allahu këtë formë e përmend 19 herë në Kur'an, prej tyre në surën Kaf dhe në surën Jinn. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu xhalla xjalaluhu në Kur'an thot: "La ikraha fi d-din", nuk ka rdhun në fe. "Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy", është bë e qartë rushdi, pra udhëzimi, nga devijimi. Allahu në ajetin tjetër Kur'anor thot: "Me yahdillahu fa huwa al-muhtad", atë që Allahu e udhëzon nuk ka kusht që e humb. Pra atë që Allahu e udhëzon, ai është I udhëzuar. "Wa man yudlil", ndërsa kënd Allahu e lën të devijuar, "falan tajid lahu waliyan murshida", ai nuk ka murshid, pra nuk ka udhëzues. Udhëzuesi I vetëm është Allahu xhalla xjalaluhu. Të nderuar vëllezër dhe motra, detyra jon karshi emrave të bukur të Allahut është që ne të pajisemi me kuptimin e tyre. Allahu është udhëzuesi. Detyra jon si musliman është që ne të pajisemi me këtë emër të bukur. Si duhet të pajisemi? Nëse Allahu është udhëzuesi, ne duhet të jemi të udhëzuarit. Po mirë, si ta kuptojmë nëse ne jemi të udhëzuarit apo jo? Për ta kuptuar nëse jemi të udhëzuar apo jo, duhet I kthehemi fjalës së Allahu xhalla xjalalu. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu Kur'anin e ka quajtur Rushd, ashtu siç e ka quajtur vetrën Ar-Rashid. Pra Allahu është udhëzuesi, ndërsa fjala e tij të udhëzon në rrugën e drejtë. Allahu kur flet në Kur'an dhe na tregon për xhinët kur e kanë dëgjuar për herë të parë Kur'anin famullar, kanë thënë: "Inna sami'na Qur'anan ajaba", kanë thënë ne kemi dëgjuar një fjalë shumë të çuditshme. Pra kemi dëgjuar Kur'anin. "Yahdi ila ar-rushd", Kur'ani udhëzon në rushd, udhëzon në udhëzim. Andaj nëse ne dojmë ta dimë a jemi të udhëzuar apo jo, duhet të shohim fjalët dhe veprat tona. A përputhen me fjalët e Allahut apo jo? Nëse përputhen me fjalët e Zotit, jemi të udhëzuar. Nëse nuk përputhen, dijeni se nuk jemi të udhëzuar. Allahu na udhëzoft. Të nderuar vëllezër dhe motra, për fund duhet të tërheq vërejtjen edhe për një gjë. Allahu xhalla xjalaluhu në Kur'anin famullar na tregon për një njeri I cili nuk ka qenë I mirë, që fundin e tij nuk e ka të mirë, pra për faraonin, kundërshtarin e Musait alayhis salam. Kundërshtari Musait alayhis salam, faraoni, ka pretenduar se njerëzit I thret në rrugën e drejtë, I thret në rushd, pra në udhëzim. Çfarë ka thënë faraoni? "Wa ma ahdikum illa as-sabila ar-rashad." Faraoni ka thënë: "O popull, unë nuk jam duke ju udhëzuar në diçka vetëm se në rrugën e drejtë." Pse Allahu xhalla xjalaluhu na tregon në Kur'anin famullar që faraoni e ka përdorur këtë emër, na tregon Zoti për të na tërhequr vëmendjen se ka plot njerëz që edhe në kohën e Musait, po edhe në kohën tonë, që ka plot faraona që pretendojnë që u therasin në rrugën e drejtë. Por I vetmi I cili theret në rrugën e drejtë me sinqeritet dhe pa devijim është vetëm Allahu xhalla xjalalu. Elus Allahun me emrin e tij të bukur Ar-Rashid që të na udhëzon në rrugën e drejtë.